Deputeti i Kuvendit të Kosovës Veton Berisha ka shkruar një sqarim publik në profilin e tij në Facebook pas aludimeve se deputeti Armend Zemaj, gjatë incidentit të dieshëm me një qytetar ka përdorur termin në regji fyese për komunitetin. Berisha ka thënë se e ka kontaktuar deputetin Zemaj dhe është sqaruar se një gjë e tillë s'është e vërtetë. Gjithashtu, deputeti Berisha thotë se një gjë e tillë vërtetohet edhe në video. Deputeti më ka vënë në dispozicion videon origjinale pa prerje dhe nga ajo video vërtetohet se është përdorur fjala majmun, ka shkruar Berisha. E vërteta e fjalëve të përdorura nga deputeti Armend Zemaj gjatë incidentit me qytetarin, pas reagimeve të shumta dhe të arsyeshme, për dyshimet se gjoja është përdorur fjala majxhup, e kontaktova personalisht zotin Armend Zemaj dhe i paraqita shqetësimin lidhur me këtë çështje. Zemaj mos siguroi se fjala majxhup nuk është përdorur nga ai dhe sipas tij prerja e videos që është publikuar nga disa media ka qenë e qëllimshme me synim. Deputeti më ka vënë në dispozicion videon origjinale pa prerje dhe nga ajo video vërtetohet se është përdorur fjala majmun muti. Si Parti Liberale Egjiptiane PLE, ne nuk pajtohemi me asnjë formë të provokimit fyerjes apo dhunës. Megjithatë, kemi edhe obligime morale e politike të jemi korrekt ndaj secilit, përfshirë edhe deputetin Armend Zemaj. Për këtë arsye i kërkojmë ndjes publike për reagimet tona të ngutshme. Është e qartë se oponentët tanë politik janë përpjekur edhe në këtë rast të na sulmojnë madje edhe duke përdorur ofendime të rënda, por ne kemi mjaftueshëm pjekuri politike që të mos veprojmë me ngut, por me maturi dhe përgjegjësi, ka shkruar Berisha.